Edhe pse ju tha që në fakt asnjëherë nuk dim pse janë ndarë në media, a ka ndonjë arsye, po themi, është folur ndonjë arsye sepse Heidi dhe Romeo pas një vere të nxehtë, siç thatë ju, që në çdo, po themi, moment, çdo ditë kishte një postim, gjithashtu kishte edhe pati dhe një takim, paktën publikisht, të Heidi Romeo me prindrit e Heidit. Pra, a dim realisht se çfarë ka ndodhur mes çiftit, pse ata, po themi, i dhanë fund, të paktën publikisht nuk janë më në kuptimin, nuk janë shfaqur më në foto, në postime? Normalisht që ne nuk do të besojmë që ato do kishin dashur ta ruajnë lidhjen privat, sepse një personazh publik nuk mund ta ruajë lidhjen privatisht. Por mbi të gjitha, mendoj që është kjo pjesa e kokëforcisë, sepse dolën atëherë se vetë sa thashë theme që ka patur tradhti në mes. Nuk besoj në asnjë mënyrë që Heidi mund të tradhtojë një njeriu që e dashuron shumë me zemër, sepse sinqeriteti i Heidit dhe karakteri i pastërt, ai shpirti i pastërt i Heidit duket që në qiell. Por edhe nga ana e Romeos nuk e shoh një tradhti në këtë mes. E vetmi arsye që unë e shoh që çifti mund të ketë përfunduar në ndarje mes njëri tjetrit është kokëfortësia e tyre, sepse duke u bazuar gjithmonë në Big Brother, konfliktet e tyre ishin nga kokëfortësia dhe personazhi i cili ishte më kokëfort, që prekeshte për çdo fjalë, që prekeshte për çdo veprim të Heidit, që lëndoheshte për çdo situatë, ishte Romeo. Dhe mendoj që këto zënkat e vogla që mund të kenë patur si çdo çift, e ka çuar situatën që t'jetë deri në këtë pikë, edhe Heidi që e kishte pak të paimagjinueshme jetesën në Shqipëri, domethënë sepse u ndërtua një urë lidhëse që Heidi do të jetonte në Shqipëri, të ndërtonte jetën e saj gjithçka, por mendoj që Romeo nuk ka qenë gati për ta nisur këtë rrugtimin, nuk ka qenë gati për t'u martuar, edhe mendoj që kjo ka qenë e gjitha ajo pjesa që e ka larguar Heidin krejtësisht nga vetja. Mendoj që nuk janë tipa të afërt mes njëri tjetrit, nuk janë njerëz të njëjtë që mund ta çonin një lidhje bashkë. Tiron parë edhe nga, po themi, karakteret e dy personazheve, si të Heidit po ashtu edhe të Romeos. A besoni që pas nëse ndodh njëri bashkim, mund ketë një vazhdim të gjatë, që mund të shkojë edhe, po themi, deri në një fejes, martesë ndoshta? Pra si e sheh si çift, e sheh afat shkurtër apo afat gjatë? Ato njëherë nuk janë çift fare. E kupton? Domethënë tentuan të bëjnë një çift, nuk arritën dot të bëhen, mendoj që janë të dy kokëfort, mendoj që janë natyra që nuk lëshojnë pe fare, Romeo njihet më, domethënë jugorët zakonisht e kanë këtë kokëfortësinë dhe janë tipa që inatin e tyre duan ta çojnë deri në fund, janë të vendosur në atë që e thonë, domethënë kjo nuk është ofendim, por është kompliment, janë të vendosur. Ndërsa edhe Heidi në shumicën e rasteve dhe brenda në shtëpinë e Big Brotherit, në të gjitha zënkat që kishte me Romeo, nuk është se i merrte shumë afër shpirtit, sepse ishte natyrë që ja linte kohës gjërave. Por unë mendoj që nëse do të ketë njëri bashkim, që nuk e besoj në fakt që do të ketë njëri bashkim mes Romeos edhe Heidit, edhe nëse do të kishte njëri bashkim, mendoj që nga ana e Heidit do të ishte më afat gjatë, sepse Heidi më dukeshte pak më e dashuruar, më dukeshte pak më e dhënë, të paktën duke u bazuar edhe nga fotografitë që nxirrnin gjatë verës së kaluar, domethënë Heidi ishte gjithmonë në krahërorin e Romeos, edhe e quajti mashkulli i cili ja zëvendësonte pjesën shpirtërore të babait të saj. Kjo është një deklaratë shumë e madhe për një femër ndaj një mashkullit. Por mendoj dhe në anën tjetër që Romeo tashmë ka mbaruar me emocionet e tij ndaj Heidit, edhe mendoj që nuk është ajo vala e dashurisë, ka kaluar shumë kohë dhe nuk ma merr mendja që do të ketë një kthim apo do të ketë dhe një martesë apo diçka të tillë. Dhe nuk besoj fare në këtë drejtim. Tiron, besoj se ke parë video që kanë qarkulluar në rrjete. Mendoni që aty janë gjendur, po themi, rastësisht në një ambient të përbashkët, apo mendoni se mund të ketë disa, po themi, tratativa për të ribashkuar dhe një herë Heidi me Romeo? Në fakt, për të ribashkuar, ne nuk e dim nëse janë ndarë. Ne gjithmonë kemi komentuar dhe kemi folur rreth atyre se çfarë është bërë publike në për rrjetet sociale të tyre, konkretisht në Instagram. Marrëdhënia e tyre ka qenë një marrëdhënie shumë e komentuar, të paktën verën e kaluar dhe tashmë po vetë përsëri në qendër të vëmendjes.
Heidi nuk është se ka thënë publikisht se është ndarë me Romeon, por edhe Romeo nuk ka thënë publikisht që është ndarë me Heidin. Do ta jap si përgjigje pak më të gjatë, sepse dua të bëj dhe një analizë të gjërave se si rodhën. Heidi u tha që do t'ikte për në Itali dhe më pas u rikthye duke startuar tek emisioni Goca dhe Gra, ku aty në një farë mënyre në përballjen që pati me Bora Zemanin, në këtë rast kunatën e saj, e pam që kishte një lloj ftohtësie mes të dy vajzave dhe u bazua më shumë për ndarjen të Romeos ndaj Heidit, por çuditërisht publikisht Heidi asnjëherë nuk e ka thënë që unë dhe Romeo kemi përfunduar marrëdhënien tonë, por dhe Romeo nuk e ka bërë të njëjtën gjë. Tani, mund të themi që mund të jetë një rastësi, le të themi dhe po, por unë mendoj që ndoshta ato të dy nuk është se kanë ndonjë komunikim së bashku, sepse nuk e kanë hequr akoma njëri tjetrin nga Instagrami, po të hedhim një sy tek Instagrami i tyre, ato vazhdojnë ta ndjekin njëri tjetrin. Ndoshta në marrëdhënien e tyre kanë dashur të ruajnë një shoqëri për të mos staçuar rreth një dashurie, edhe pse vera e kaluar për ato ka qenë shumë e nxehtë. Romeo dhe Heidi kanë vizituar të gjithë plazhet e jugut dhe janë argëtuar pafund, por mendoj që kjo ka qenë një moment që ka qenë pak edhe koincidencë, por ndoshta njëri nga të dy ka shkuar me kastile sepse ka kuptuar që do të jetë tjetri. Edhe në këtë rast më duket pak më e dhëndshme pas Romeos, më duket Heidi duke u bazuar edhe në për poezitë që ka lexuar në Goca dhe Gra, por edhe në mënyrat se si Heidi është shprehur për marrëdhënien e saj me Romeon me pak fjalë, do të thënë ka patur një lloj buzëqeshje të butë. Unë mendoj që kjo takimi i tyre është një takim rastësor, por një takim që le shumë pas për të menduar, edhe ndoshta mund të jetë një frym për të patur një ribashkim publik apo për të dalur publikisht, sepse më duhet ta them edhe një herë, Heidi dhe Romeo nuk janë të ndarë publikisht. Do të thënë në asnjë lloj emisioni në Top Channel Romeo apo në për të gjitha mediat e tjera pavarësisht nuk e ka thënë që unë jam ndarë nga Heidi, por nuk e ka thënë edhe që jam me Heidin. Por Heidi ka patur deklarata më të forta që ka imagjinuar dhe altarin e kuq, që ka bërë planet edhe për dasëm, do me thënë, ka patur ngjarje të këtilla ku më pas gjithçka u shua. Por gjithsesi Heidi nuk e ka thënë që është ndarë me Romeo. Mendoj që i kanë dhënë hapësirë njëri tjetrit, kanë patur ndonjë komunikim të voçkël nëpër rrjetet sociale, Instagram që të dy, derisa nuk po fshihen nga Instagrami njëri tjetrit, për shembull siç bëri lëvizjen Meritoni dhe Ilnisa që menjëherë hoqën njëri tjetrin nga Instagrami në ndarjen e tyre. Ka shumë gjëra për t'u parë në këtë mes, edhe duhet ta kuptojmë pak, artistët shqiptarë përdorin pak të kuriozitetin te publiku për të qëndruar më shumë aktiv. Mendoj që ka qenë rastësi, por rastësi pak e menduar. Dhe unë e kam qejf që Heidi dhe Romeo të kthehen bashkë, sepse ka qenë një çift që vërtet na ka dhënë shumë emocione të forta brenda shtëpisë së Big Brotherit, por edhe jashtë saj.